Okej, le të zhytemi menjëherë në këtë analizë. Sot do të marrim nën lupë një nga sloganet më të dëgjuara në kulturën tonë. E dini për çfarë kam fjalën apo jo? Atë frazën e famshme që e dëgjojmë pafund nëpër filma apo kur flitet për biznes. Zgjuarësia e rrogës gjithmonë e mposht zgjuarësinë e librave. Tingëllon vërtet bukur, por a keni menduar ndonjëherë nëse kjo është e vërtetë? Qëllimi ynë sot është ta çmontojmë këtë mit, të shohim faktet e ftohta dhe të kuptojmë nëse kjo ndarje bardhëzi ka vërtet kuptim në botën reale. Pra, a fiton vërtet gjithmonë ai i shkathti? Ne adhurojmë këtë figurë. Kemi një prirje naturale për të duartrokitur atë tipin karizmatik, ato që ja del mban me instinkt, aty ku njerëzit me diploma ndoshta bllokohen. Është një histori aq e pëlqyeshme për tu besuar. Megjithatë, skeptikët kanë një pikpamje krejt tjetër. Ata argumentojnë se nëse e besojmë këtë slogan verbërisht, po bëjmë një gabim kolosal, duke thjeshtuar në maksimum një botë që është në fakt jashtëzakonisht komplekse. Për ta zbërthyer këtë, ne do të ndjekim një rrugtim shumë të qartë sot. Së pari, do të shohim mitin e zgjuarësisë së rrugës, pastaj themelin e padukshëm, do të kalojmë te kurthi i instinktit, rreziku i arrogancës dhe do ta përmbyllim me atë që quhet sinteza përfundimtare. Le ta nisim me pjesën e parë. Miti i zgjuarisë së rrugës. E po, arsyeja kryesore pse ne e romantizojmë kaq shumë inteligjencën praktike është sepse e shohim atë menjëherë. Është aty para syve tanë, një negociues i zoti apo një folës karizmatik të le pa fjalë në moment. Por nga ana tjetër, puna intelektuale është shpesh plotësisht e padukshme. Për shembull, ne përdorim telefonat tanë çdo ditë pa e vrarë mendjen fare për fizikën e gjysmëpërçuesve. Hipim në avion pa e patur idenë e aerodinamikës. Puna masive intelektuale nënvlerësohet, pikërisht sepse zhvillohet në prapasken, nuk është e zhurmshme, por pa të, civilizimi modern thjesht do të ndalej. Për ta rrëzuar këtë ndarje të prerë me thik, mjafton t'i hedhim një sy punës së psikologut Howard Gardner mbi inteligjencat e shumëfishta. Ajo që zbuloi ai është geniale. Truri ynë nuk mund të ndahet thjesht në kategorinë rrugë ose libër. Është absurde. Inteligjenca ka forma logjike, lingvistike, hapësinore, emocionale. Jeta reale nuk vjen me etiketa të tilla ekstreme. Individët që lënë vërtet gjurmë e dinë se si t'i përziejnë të gjitha këto aftësi së bashku. Kjo na çon natyrshëm të pjesa e dytë e analizës son, themeli padukshëm intelektual. Shikoni, kjo është super interesante. A e dini iluzionin e atij djarit apo vajzës që ja ka dalë totalisht vet nga hiqi? E po, prapa çdo vizionari karizmatik fshihet një ushtri e tërë mendjesh akademike. Pa inxhinierët, avokatët, programuesit apo analistët financiar, i ashtu quajturi gjeni i rrugës, nuk do të hidhte dot asnjë hap. Ai lideri, rrezatues që shohim në sken, në fakt po qëndron gjithmonë mbi supet e një themeli gjigant ekspertësh shumë të lexuar. Edhe nëse flasim për gjëra që kërkojnë muskuj dhe ashpërsi ekstreme si ushtria apo lufta, thelbi mbetet thellësisht intelektual. Mendoni pak për strategët e mëdhenj si Clausewitz apo Sun Tzu. Sigurisht, ata vlerësonin guximin dhe instinktin në fushë betejë, por e bën të qartë se pa logjistik, inxhinieri dhe studim analitik je thjesht i dështuar. Liderët e vërtetë kanë bashkuar gjithmonë guximin e rrugës me një përgatitje të hekur teorike. Pra, çfarë ndodh kur mbështetemi vetëm tek instinkti? Këtu jemi te pjesa e tretë, kurthi i instinktit. Të gjithë jemi të fiksuar pas historisë së atij miliarderit që braktisi shkollën e lartë dhe u bë i pasur, apo jo? Është historia klasike e Hollywoodit, por, siç na kujton me të drejtë ekonomisti Thomas Sowell, kjo është prova perfekte e atij që quhet paragjykimi i mbijetesës. Çfarë ndodh? Ne verbohemi nga një përjashtim super i rrallë dhe harrojmë totalisht milionat e atyre që e lanë shkollën dhe nuk ja dolën kurrë. Këto anekdota na fshehin realitetin e pastër statistikor, arsimi vërtet sjell rezultate më të mira dhe të ardhura më të sigurta në jetë. Dhe ja ku gjërat bëhen pak të rrezikshme. Ignoranca nuk të lë vetëm në vend numëror, por shpesh të jep një vetbesim tërësisht të rrem. Psikologjia e quan këtë efekti Dunning-Kruger. Me pak fjalë, nuk je aq i ditur sa ta kuptosh se sa pak di. Dikush me mungesë kompetence bind veten se di gjithçka. Të kesh besim të vorbër vetëm te shkaktësia e rrugës në një epokë ku gjërat janë kaq komplekse teknikisht, le të themi thjesht që është një recetë për katastrofë. Dhe nëse doni të thyejmë vërtet këtë mit, mjafton të shohim pikërisht heronjtë e kulturës pop. Media na e vizaton hustlerin sikur e uren shkollën, por shikoni gjigantët. Steve Jobs kalonte muaj të tërë duke studiuar obsesivisht filozofinë e dizajnit.
Warren Buffett ulet dhe lexon raporte të mërzitshme financiare gjatë gjithë ditës. Elon Musk, ai thjesht përpin manuale teknike sikur të ishin romane. Pra jo, ata nuk punonin vetëm me instinkt. Ata ishin e janë student tepër të dedikuar të botës akademike. Po intuita ime nuk gabohet kurrë, mund të thot dikush. E po, psikologu nobelist Daniel Kahneman nuk mendon të kështu. Mendja jon, fatkeqësisht, është e mbushur me lajthitje kognitive. Ne shohim rregullsi e modele aty ku nuk ka, nxjerrim përfundime të mëdha nga situata shumë të vogla dhe e besojmë një histori emocionuese 100 herë më shumë se faktet. Intuita njerëzore është fantastike për t'i ikur një luani në xhungëll, por nuk është ndërtuar për të gjetur të vërteta komplekse. Në fakt, shkenca ecën përpara pikërisht kur sfidon sensin ton të përbashkët. Tani, kalojmë te pjesa e katërt, rreziku i arrogancës. Pse ka rëndësi e gjitha kjo? Filozofi Bertrand Russell paralajmëroi diçka që ndihet kaq aktuale sot. Problemi më i madh në botë është që njerëzit ignorant janë tepër të sigurt, ndërsa të mençurit janë plot dyshime. Ky përbuzim për ekspertizën dhe shkencën, apo anti-intelektualizmi, ka pasoja të frikshme. Ne e pam këtë me dezinformimin mjekësom, e shohim çdo ditë me teoritë e konspiracionit. Kur i kthejmë kurrizin dijes objektive sepse ne i dim gjërat vetë, ne jemi duke e lëkundur vetë shoqërinë e themel. Kjo nuk po përjashton vlerën e një instinkti të mirë, absolutisht jo. Një mjeshtër shpesh thjesht e di se çfarë po bën. Studiuesi Michael Polanyi e quajti këtë njohuri e heshtur. Është super e vlefshme, por sekreti është që një instinkt i tillë nuk mund të përhapet në mas. Ti nuk mund të drejtosh fluturimet ndërkombëtare apo të kryesh ndërhyrje kirurgjikale bazuar thjesht në parandjenje. Të duhet patjetër një manual, një sistem matematik i standardizuar, të duhet edukimi mirëfillt. Ka dhe një rrezik tjetër kur je vetëm pragmatik dhe asgjë më tepër. Platoni dhe Machiavelli e njihnin mirë këtë zonë të errët. Kur fokusohesh vetëm te të mbaruarit e punës, pa asnjë themel etik apo racional, bëhesh shumë shpejt manipulativ. Oportunizmi mbizotëron. Ai i shkathti shpesh mund të përfundojë në një grabitqar apo mashtrues, duke shkatruar besimin mes njerëzve, dhe kur thyet ky besim, humbet vetë lidhja që mban shoqërinë gjallë. Dhe kështu mbrim në pjesën tonë të pestë dhe atë përfundimtare. Sinteza, e gjeni dot zgjidhjen? Edhe filozofët më të mëdhenj e dinin që ky debat nuk ka kuptim. Aristoteli, për shembull, fliste për phronezis, një lloj urtësie praktike, por kujdes, ai theksonte se kjo nuk është thjesht një dhunti me të cilën lind. Jo, ajo arrihet përmes një kultivimi të madh intelektual, përmes disiplinës mendore dhe reflektimit të thellë. Një instinkt që nuk formosohet nga dia, është thjesht një emocion i momentit. Le të përdorim një analogji që godet në shenjë, atë mes inxhinierit dhe kontraktorit. Imagjinoni që po ndërtohet një urë dhe kontraktori thot inxhinierit: "Lëri ato libra më njanë, jeta reale është ndryshe." Inxhinieri ja kthen prerë: "Miku im, nëse nuk ndjekim teorinë e fizikës, ura do të shembet." Dhe ka absolutisht të drejtë. Nëse nuk ndjek rregullat, pasojat janë reale dhe fatale. Por, ndodh që ndonjëherë inxhinieri bën një projekt që në letër duket si një mrekulli, ndërsa në terren, me beton dhe hekur, është e pamundur të realizohet. Dhe këtu hyn sërish kontraktori dhe i thot: "Dëgjoj, ti kupton ekuacionet mrekullisht, por nuk i ke fare iden se si funksionon kantieri." Edhe ky ka plotësisht të drejtë. Teoria e mbyllur në një dhomë pa patur kur kontakt me realitetin praktik është thjesht dështim i garantuar. Çfarë na mëson e gjitha kjo? Është thelbi i gjithë diskutimit ton sot. Ura nuk bëhet me anë të inxhinierit ose kontraktorit. Ajo ndërtohet kur ata të dy ulen dhe bashkëpunojnë ngushtë. Pra, e kuptoni, armiku i vërtet nuk është libri dhe nuk është as rruga. Armiku i vërtet është arroganca. Arroganca e atij që mendon se i di të gjitha thjesht sepse ka një diplomë, por edhe arroganca e atij tjetrit që tallet me dijen, sepse mendon që eksperienca e tij mjafton. Mesazhi më i madh këtu është fuqia e asaj që e quajmë mendja e integruar. Njerëzit më të suksesshëm dhe më vizionar në botë nuk bëjnë kur zgjedhje të tilla bardhë dhe zi. Ata thithin teorinë shkencore dhe aplikojnë në përvojat e jetës reale. Ata kanë besim tek instinkti, por e peshojnë atë me fakte. Ata balancojnë intelektin e ashpër dhe teknik me ndërgjegjësimin emocional, sepse e dinë shumë mirë, këto të dyja nuk janë në luftë me njëra tjetrën. Ato janë dy gjysmat e së njëjtës monedhe. E po, kjo na lë me një pyetje vërtet të jashtëzakonshme për të menduar.
Imagjinoni për një moment, çfarë do të ndodhte? Çfarë mrekullish mund të arrinim ne si shoqëri nëse do të ndalonim së luftuari për të mbajtur anë në këtë debat absurd? Nëse në vend që të thoshim unë jam i rrugës apo unë jam i librave, do të nisnim të integronim të dyja në gjithçka që bëjmë. Lënia pas e këtij slogani, mase do të ishte shenja e parë se kemi filluar më në fund të jemi vërtet të zgjuar. Një ushqim i shkëlqyer për mendjen, apo jo?